Bëhet gati për të njësur pjesa e dytë, duke se kryesori Johan Kusta ka njësur dhe ka thënë ka njësë këtë moment e pjesa e dytë pikërisht në vështrimin e gjyqtarit Johan Kusta nga qyteti i Fierit. Butrindi një këlqyra një pjesa e parë, pikërisht realizuar mishë nga këlqyra me anë numrit 19 Ismailaj dhe më pas në minutën e 41 barazoj për Butrindin futbollisti Rëndjes ka qenë Xilla nga pika e bardhë 11 metër shqiptami që u kontestuan dhe vendim që u kontestuan nga ana e stafit këlqyrës, lojtarët por dhe trajneri Robert Spahiu pas sinjalizimit të asistentit të Endri Fejzullah nga qyteti Patosit, kryesori Johan Kusta vërshëlleu për 11 metrash, gjë të cilën nuk kthye në gol nga ana e futbollistit të Xilla të skuadrës Butrindit. Një pjesa e parë ka nisë pjesa e dytë pas një zvendësim tek dy skuadrat. Ndërkohë që Palacio, të në gjëja e Elio Gjatën, ka Sinanin që pjesë e parë u shmangu disa era pikërisht aksion të skuadrës së Butrindit, ndërsa është goditja nga këndit gjë të cilën do ta ekzekutoj Alessio Cologna. Këtë informacion dhe pjesë së parë, Butrindi me Dreca në porte, me radhë Gjata, Ekango, Çulli, Basha, Pius, Avduri, Silva, Palacio, Xilla dhe Cologna. Trajneri skuadrës Butrindit Artan Meçani në krahun tjetër. Këlqyra me Palomeku, Spahiu, Meta, Caicedo, Sinani. Krosim rreth zonës nuk ka zgjedhje të çojë më pas Avduli, ajo goditje ishte Vali Silva dhe jo Avduli i cili goditi. Vetëm rivënie fundore. Karim Fofana, Teka, Bunavia, Ibrahim Fofana, Ismailaj dhe Jakubu. Trajneri këlqyrës Robert Spahiu, gjykon sfidën Johan Kusta me asistent të parë Aurel Topi nga Fieri, asistenti dytë Endri Fejzullah nga Patosi, gjyqtari 4 Hekuran Arapi, të koli gjumit të Fierit, Xilla, autori golit të barazimit. Ka shqetësimin e futbollistit që me numër 15 Caicedo,ërgoj topi dhe shkon në kampët e portierit të Butrindit, Kreshnik Ndreca, gjenë Çullin, duke se kanë djellin e krahun e kundër, Palacio, edhe njërë Santi Çulli. Mbrapa Nelson Pius. Ekango, nga bon, në dhenja dhe topi, Teka. Ku që futbollisti Ekango, nga njërë Silva, Ekango, edhe njërë Silva. Mësimi Palacio dhe ka të shojmë ka është pikërisht gol realizon Córdoba Palacio ka kaluar vijen ka thënë asistenti i para Aurel Topi ka kaluar vijen ka thënë asistenti i para Aurel Topi dhe është gol pikërisht për mbys shifta të skuadra e Butrindit Córdoba Palacio realizon Córdoba Palacio usimi i cili u devijua dhe më pas ka kaluar vijen pamjet janë dhe qarta dhe flasin vetë për mbys shifrat Butrindi njës nga qena mes të fushës Ismailaj Karim Fofana ka shqecimin e Gjerdinjo Avdulit i ka ndërim një abime sushori Gjiro Kastrit Avduli ka protesta nga ana e kapitenit Renis Spahiu për vendimin e kryesorit Kusta
shkaktua goditje dënimi skuadra e Butrindit dhe një prej lojtarëve të saj. E kërtuar nga kryesori Kusta. Shohim ngresimi shkon në duar e Kreshnik Ndrecës. E ka ullur për e Kango në krahun e majt. Për cilë shkon në këmbët e Kolonjës. Visë mjap mira Alessio Kolonja pritet të pasimi i tij është larguar më pas nga Spaiu, larguar nga Fofana. Ka rivënë asore. Me dëmtuar një prej lojtarëve dhe duke është Ismailaj. Vet gati Elvisheu. Vend të Lauren Ismailaj. Pius, Xilla, ka marrë mja mirë Alessio Kolonja, i ka ndërhyrë i dëmtuar numri 15 Caicedo. Butrini përmbys gjithçka, shifrat 2-1 në favor të skuadrës Butrindit. Gati Camilo dhe Fabio Çulli. Camilo Mendoza Padilla dhe Fabio Çulli në nxemje. Ndoshta gati për të thritur nga Artan Meçani. Shritur futbollisti Caicedo. Goditje dënimit të akorduar për Këllëcyre. Spaiu.
Simi drejtim dhe Jakubu e ka marrë teka, jo godia ma pas. Shkon vetëm nivel e fundore. Çulli. Nelson Pius. Gjata më pas të gjeja kangon. Ja bonë dhënja di topi dhe është Sheu i cili largon në goditje nga këndi. Elvi Sheu i aktivizuar në vend të Lauren Ismailaj. Shohem Simi e Pius largohet nivën e fundore. Vrenë Sori të akon skuadrës së Butrinit. Gjata gjenë Gjirardino Avdulin dhe pasimi i ti krosimi më pas është 82 këmbë dhe Kolonjës. Silva shmang mja fini dhe goditja e Silva Junior të duart e futbollit e portierit Palome Gueroa. Gjenë Jakubu fituar këtë rivëni ansore top drejtim të Fofana Ibrahim. Jakubu ka shmangur gjatën lëviz pjahmin. Jakubu i ka ndërhyrë Avduli, ka goditje dënimi. Të shohem, është kapiteni Spahiu. Të sinjalizimi i kryesorit Johan Kusta. Që ka dhe një zëng mes futbolistëve. Kënd sqaroj gjithë shka Kryesori Kusta, ndërkohë që afrohet pranë asistentit të dytë. Afrohet pranë asistentit nga Patosi Endri Fejzulla, po do të shohim vendimin që do të marrë. Dhe është karton i verdh. Është karton i verdh për do të shohim nëse është Fofana apo është Caicedo. Është Caicedo i cili është ndëshkuar. Simi, shtyllë, largohet e ka marrë Silva, pas Gabon, Cordova Palacio, kthehet nga Basinani. Paksa se ka marrë Kolonja, Xilla është
E Kango ka shqetësimin e numrit 18. Shohim Xilla Palacio. Simi është Xilla Branzonos para me Kueroa bën rregullin. E ndal topi gjatë shkon në drejtim të Ibrahim Fofana. Ergohet nga Jakubuj të requr. Vetëm Livën e Asore. Shohim Nelson Pius. Dreca Pius. Vis mjaft mirë, ka shqetësimin e Fofana. Karim Fofana. Shohim pas është goditje nga këndi ajo tentative e Alessio Kolonjës. Nuk ka arrin i përplasur. Është sërish topi në duar e portierit Palomir Kueroa pas Jakubu. Shërë të cilë që në pikrisht me shkuar me karton verd Kajsedo. Në do moment e tham minutër e 61 ku luhet e 63-a. E shohem Xilla ka një shans start skuadra Butrinit. Xilla fut pranë zonës ka shtyri nga Sinani. Xilla krosim pranë zonës në duart e portierit. Në duart e portierit Palomir Kueroa. Gjeni dëmtuar e Kango. Rezultatet e ndeshjeve të tjera në grupin B janë si më poshtë Shkumbini Maliqi 1-2, Oriku Tomori 0-0, Bylis B Eagle 2-1 dhe ndeshja këtu në stadiumin Andolapa qytetit Sarandës. Botrini 2, Këlcyra 1. Në kategorinë e parë, Laxhi Udhëheqë Kukës 0-1, luftëtari Skënderbeu 0-0, Besa Pokodeci 1-1, Kastrioti Liria 1-0, Korabi Lusha 2-0 dhe në stadiumin Lori Papuçiu, Apolonia 1, Burreli 1 për gjithë dashamirësit e skuadrës e kategorisë së parë. Rezultate interesante si rezultate në pjesën e parë, në kategorinë e parë dhe duele mjaft interesante, ndërkohë që Sinani është në sponsor në sulm, Alvaro Sinani. Pios e ka marrë edhe në Sinani, Jakubu po në lyre dhe gjata, Livën e Asore.
Shojmë është puna via e këthen dojnë mbrapa, është Caicedo, Spaju, gjena puna via edhe njëre numri 5. Ego pas numri 5 Meta, Jakubu, lëvjes mjaf mirë gjena Sinani. Goditja shkon duar e Kreshik në drejtë, se let është ka zë për këlsyrën. Sa tentativa të saj, një pjesë e parë mjaft e mirë ka dy skuadrat, por këlsyra tentojnë në disa momente për të shënuar dhe arriti me Lauren Ismailaj. Dhe pjesa dytë, një lojë mirë e saj, thjesht i mungon goli. Pius gjetë Zela, mbrojt mjaft mirë këlsyra, Jakubu ka i shtyje të ti, ka goditje dënimi. Caicedo, Gjata, shmang Jakubu, ka rivene ansore, puna via, e ka marrë Cilardino, Vduli, ka goditje dënimi. Ka dhe karton verd para Patrik Puna Via. Është shkuar nga ana e profesorit Johan Kusta. Zilla ka marrë topi mjaft. Mjaft mirë. Pius, Palacio, Nelson Pius, e kthen topi mbrapa. Shohem Gabona, shgodit dënimi, është shkaktuar nga e numri 10 e Kango Munde. Ndërkohë që do t'jenë të dy lojtarët që thamë edhe minuta më parë, Camilo dhe Fabio Ciulli. Shë nëse Silva apo Pius, nështë të tjetë Silva i cilë të lërë fushë lojës për Camilon, por dhe Cordova Palacio. Do të shihet Palacio, të dojnë mbrapa e Kango, ishte Kolonja, por që është do t'jetë numri 8 Puna Via, numri 20 që të futet fushë lojës.
Silva dhe Kurdo Palacio. Të tha, pikërisht në vend të tyre Camilo, por edhe minuta 72 luhet. Sa godia distanca e Kolonjës. Vënë sore ka Fabio Ciulli. Të mbrapa Santi Ciulli. Në tjetër Basha. Isja mirë. Kolonja e Kango. Shohem ka pozicion pa rregull. Dori në vend të futbollisti Punavia. Shohem tjetër sprint tjetër i vënë ansore. Nëse minutat e 74 e 75 pjesë të këto momente shifrat janë Butriti 2, Këlqyra 1. Nga jel topi gjithëm fushën e Këlqyrës, topi shërivënja asore. Camilo Ciulli, dy lojtarë e futur pak më parë. Zilla, Levris Fjafir. Nga jel topi futbollistit të Zilla, Bran Zonës të shojmë. Ka shëtësimin e tekës Bran Zonës dhe top në shtyllën e dytë nuk largohet. Nga dhe Camilo dhe pas fluturim dhe Meta të vijgjatë drejtim dhe Sinanit, për shqecimin e gjatës, pas Fabio Ciulli fiton të rivënja ansore. Në 14 minutat e fundit, shifrat Butriti 1, Këlqyra, Butriti 2, Këlqyra 1. Basha Shmangë mjaft mirë Teken dhe që të shko në këmë dhe para me Gueroa.
Topi gjatë i ti. Tim dhe Ibrahim. Fofana. Avduli. E ka marrë nga mirë Gjirardinho, Avduli. Mirë Avduli, Kolonja. Në të në zonë e retësisë dhe shtyllën dyta e krosim. Jakubu e largon. Pas është Ibrahim Fofana. Do të shmangë Çullin. Fabio ishte fali. Sandi Çulli, Avduli, kthetor mbrapa. Basha. Sandi Çulli, më pas Nelson Pius. Camilo Gjata. Relio Gjata. Fabio Çulli në krahun tjetër ka shqetësimin e Sinanit e largon mbi fundin e rivënë ansore. U afrohemi minutës së 80. Shifrat 2 butrin dhe 1 kërcyra. Xhilla. Në drejtim të Fabio Çullit e ka marrë, por me faul. Xhilla ka shkaktuar në drejtim të Fofana. Tjetër goditë dërimi. Sandi Çulli, Basha. Ekango. Nga bole ka marrë Elvisheu. Spaiu. Fofana. Në marrë në ekran tjetër Jakubu. Nga borë marrë në topit Jakuburi, për jasore ka. Sandi Çulli. Gjëmbashëm. Tojmë mrapa Ndreca me topin e përkëmbë. Për pak sa se meri Ibrahim Fofana. Gjata. E ka marrë Fabio Çulli. Camilo. I del topi. Pas ja marrë lojtari e këlqyrës. Jakubu. Gotë në topi Ekango. Fofana. Karim Fofana. Topi gjatë. Largon Sandi Çulli. Pas Ekango. Ndreca e largon portieri Kreshik Ndreca. E ka marrë Xhilla. Në kohë që Azë thot kryesori. Jakubu. Në shqetësimin e
Gjatës dhe Fabio Çullit Teka largori Brian Sore. Gol që duket se do të lërë fushin lojës, ka një tjetër shqetësim. Futbollisti Pandi Teka. Shquara e futbollisti Teka. Në mjes dhe dy duke se do të lërë fushë lojës. Teka u duk Spaiu në fushë lojës. Teka, por jo Spaiu. Alvaro Sulejmani. Minuta 85. Gati Kërko gati Ibrahim dhe numri 17 Bashka për të hyrë në fushën e lojës. Do të shohim zvendësimet e trajnerit Artan Meçani, ndoshta për të parë nëse do të jetë Jeri Çulli apo Kolonja për Bashkën dhe i do tjetë Kolonja. I do tjetë Kolonja, por do të shojmë ka godet dhe nimi të akorduar nga Johan Kusta. Rje ka bua nga i Bashës dhe kryesori Kusta ka akorduar godit dhe dënimi. Ndërkohë do të shohim zvendësimet. Alessio Kolonja, njëri prej lojtarëve thash dhe do t'jetë Zilla. Lo cala 10 bottiglie di ore.
Tu e qartë. Bashka, e ka marrë Ibrahim, e Kango. Dy minutat e fundit luajn 88 është në këto momente. Shifrat Butrini 2, Kërcyra 1, kujtojmë golat për skuadrën e Kërcyrës. Reni Osmaila në minutën e 29, barazoi Xillan minutën e 41 dhe Cordoba Palacio, ai i cili përmbysi shifrat në minutën e 50, ndërkohë që Zimi është shtyllë e dytë, Ndreca ka nduar për Butrinin, portieri Kreshnik Ndreca. E 88 cila luhet. Topi gjatë, shkon drejtim të Bashkës, se largon numri 74. Numri 14, pikërisht Sheu, i cili largoi. Jakubu e ka zotruar Gjata, pas largon. Meta, Ibrahim Rapa në këmbë të portierit të Roa, Palomeku e Roa. Pas Meta, Fjolt Meta, Pius, Avduli, top në krah, Fabio Çulli, ose në sak Fabricio Çulli, gabon në marrje, Fjolt Meta largon. Teka, ka shqecimin e numrit 17, Bashka. Meta, Teka, Meta. Camilo e zotron. Avduli ka marrë e Kango, spostohet për mja mirë e Kango, ka shqecimin e Sheut, e Kango, Blanzones dhe Avduli! Çfarë u meta, Gjilardino Avduli! E pa besueshme Gjilardino, Avduli dhe të qojnë, të ka faul të shaktuar nga mes kushori Gjiravasit, të është 3 minuta shtesë. Por çfarë u met Gjilardino Avduli? Tre minuta shtesë, të cilat nisin në këto momente. Sinani duke zotron pas Jakubu, i cili duke se ka prekur. Jovic shkon, duar e Kreshnik Ndrecës, portierit. Nelson Pius, ka marrë kraun tjetër e Kango, disa mjaft mirë.
Shkon në këmbë dhe Gjilardin Avdulit. Shtetove pas Mara Fofana, Pius, Sandi Çulli, e ka marrë Fabrizio Çulli, Camilo, në zëtron momentin e parë po jo të dytin, dhe pas Jakubu. Në kemi Bashka, pas portieri Palome Kueroa. Karim, Fofana, Teka. 12 minuta pa shtesë nga treta akorduara. Fabrizio Çulli zotron. Camilo, ishte fali, ishte numri 13 Nelson. Pius, Avduli. Gabon dhe ari topi Gjilardin Avduli. A shkaktua golli dhe dënimi Gjilardin Avduli. I takon Këlqyrës. Teka. Ka zëtrua Fabrizio Çulli, ka spritë të tij 4 kundra 5. E shohim me forcë sa duhet ai top për nivelin fundore. Minuta e 2 nga 3 shtesë. Në qast pritet të si realizimi përfundimtar i kësaj sfide. Këlqyra nuk arrin të reziton vetëm në një pjesë. Dhe këtu është fundi i takimit 2 butrini i Këlqyra, kujtojmë golat minutën e 41 dhe 50 për butrinin realizoi Xilla me 11 metrash dhe për golin e dytë realizoi Cordoba Palacio, dhe sa për Këlqyrën fillimisht realizoi Lauren Ismailaj. I japim fund takimit nga stadiumi Andolapa, butrini 2, Këlqyra 1 nga Fotoslava i bashk. Minut gjofshim.